O vllai dashur, Mu'tasim, një mbret prej mbretëve të Abasive, ka qenë pak i vrazhd, zullumqar. Erdhi shefi policisë dhe tha: "Çka të bëjmë me filanin I cili është në burg? Moti është në burg, çka të bëjmë me to?" Tha: "Ma jepni një letër." E mor një letër dhe tha me gojë: "Yushnak, yuslab." Tha: "Varet." Dhe ja dha letrën. Ai e mori, ki tha me vete: "Varet." Dhe ja dha letrën. E mor letrën e shtiu në xhep. Kur shkoi te burgu, kur e çeli, lirohet, yutlak. Arabisht yuslab varet, yutlak lirohet. Kur e shet, lirohet. Ai vëlla tha: "I liri e që mbretit ta ka shkruar." Subhanallah. Elshuj. Kur mor vesh tha: "Çish more?" Tha: "Filanit kam shkruajt ta varish. Ti e ke lëshu prej burgu?" "Jo, efendi," tha. "Çe letrën?" Kur e pa, në vend ta shkruaje varet, e ka shkruar lirohet. Tha: "Berma një tjetër." E mor, me vete thot: "Yuslab." Tha: "Merre letrën, het." Kur e shtet, yutlak, lirohet. Subhanallah. E liroj. Tha: "Mor çka je tu boti?" Tha: "Nuk di zatri." Merre, kur e merr, tha: "Wallahi la yuslaban." Tha: "Wallahi ka trend ka të varet." E shkruajti: "Wallahi ka të lirohet." Dhe ja dha letrën. Kur shkoi e liroj. Tha: "Mor çka je tu bo?" Tha: "S'di." E sa i thot: "Ti çka je tu bo?" Merre le. Tha: "Wallahi unë 3 herë desha ta vari, Allahu desh ta liroj." Unë 3 herë dasha ta vari, Allahu desh ta liroje. Ai don ta liroje, o vllai dashur. Dhe ato që don ta liron, Allahu s'ka kush I ban keq.